fillon të bëni një program dje për të testuar veçoritë e ndryshme të skedarëve, test file. Po të bëni LS, aty duhet ta keni, sepse fillon dje. Do vazhdojmë ta modifikojmë, të shtojmë disa teste brenda. Micro test file. Kemi për të funksionin usage, që kur e thrasim kur nuk ka parametër. Do të thënë nëse skripti thirret pa parametër, pra këtu kemi një test që testojmë nëse parametri i parë nuk është 0. Nëse parametri i parë nuk është 0, atëherë kjo nuk bëhet, vazhdon më poshtë. Nëse parametri i parë është 0, ky testi të shton dhe bëhet kjo pjesa këtej e orit. Kjo është një or logjik ose logjike. Atëherë thirret ky funksioni usage, i cili nxjerr ky mesazhin me kap dhe në fund bën exit. Exiti e mbyll ekzekutimin e programit. Pra, për ndryshe, nëse kemi një parametër, atëherë thrasim funksionin test file me këtë parametrin e parë. $1 është argumenti i parë, ose parametri i parë që i jepet funksionit. Këtu te funksioni test file, vetëm sa e shfaqim këtë emrin e file-it që po testojmë. Tani këtë do ta komentojmë këtë echo dhe do vazhdojmë të bëjmë disa teste. Por përpara se të bëjmë këto teste, këtë emrin e skedarit po e ruajmë në një variabël lokal. Lokal file merr vlerën $1. Pra, $1 është argumenti i parë që i jepet funksionit test file kur thirret. Dhe këtë ne tani po e ruajmë tek ndryshorja lokale me emrin file. Tani do fillojmë të bëjmë disa teste. If me 2 klapa katrore, kemi një not -e $file then po e mbyll edhe ifin me fi. Pra bëre një rresht bosh, mbyll ifin me fi dhe ngjitem një rresht në sipër edhe bëj një echo këtu. Echo file does not exist. File does not exist. Ingest. Dhe e mbyllim funksionin me return. Pra kur duam të mbyllim një funksion, e mbyllim me return. Edhe kjo njëshi tregon që ky funksion nuk ka dalë me sukses. Po të kishte vetëm return 0, do të thënë që funksioni doli u ekzekutua me sukses. Kur ka një numër tjetër të ndryshëm nga 0, do të thënë që funksioni nuk është ekzekutuar me sukses. Tani po bëjmë edhe një 2-3 teste të tjera këtu. Tani ta shpjegojmë që kjo opsioni e i komandës test, sepse kjo është komanda test. Faktikisht, opsioni e ka kuptimin exist. Do të thënë, nëse skedari me këtë emër ekziston, atëherë ky test është i vërtetë. Por ne kemi këtë not këtu, që do thotë nëse nuk ekziston. Nëse skedari me këtë emër nuk ekziston, atëherë ne nxjerrim këtë mesazhin file does not exist. Bile këtë mesazh nuk ta konsiderojmë si mesazh gabimi. Do ta nxjerrim tek standard error. Në vend që ta nxjerrim tek standard output, e riterojmë tek standard error. Këtë mesazh e konsiderojmë si mesazh gabimi. Tani filluam një if tjetër këtu, po bëjmë një if tjetër. If test -f file then po lëre një rresht bosh dhe po bëj fi, po mbyll ifin, pastaj ngjitem në sipër edhe do bëj këtu mesazhin echo. File is a regular file. File is a regular
file. Pra, këtu është një mënyrë tjetër testimi. Pra, ne po përdorim komandën test për të testuar diçka. Dhe opcioni -f i komandës test teston nëse ky argumenti është një skedar, ose është direktori, ose nëse duam të dimë është skedar apo është direktori. Me opcionin -f testojmë nëse është skedar, domethënë skedar i rregullt, is a regular file. Edhe këto klapa katrore faktikisht janë pak a shumë e njëjta gjë si komanda test. Vetëm se është sintaks tjetër. Kur përdorim klapa katrore duhet kemi edhe këto klapa mbyllëse. Kurse kur përdorim të komandën test me opcionin nuk ka nevojë për klapa mbyllëse. Pra, po shikojmë mënyra të ndryshme testimi. Për të testuar skedarët. Tani shikojmë një mënyrë tjetër, if -d file me një klap katrore. Tani -d file then lëdhe një rresht bosh fi echo file is a directory. File is a directory. Edhe kjo klapa teke katrore është nevojë si test, si komanda test, edhe e ngjashme me këtë double square brackets. Faktikisht double square brackets është më e rrezikshme sintaks, domethënë ka dalë më vonë edhe është më e preferueshme për disa arsye. Por që kjo është identike si komanda test. Dhe këtu kemi përdorur opsionin -f, këtu përdorim opsionin -d. Opsioni -d teston nëse ky emri këtu është një direktori. Bëjmë një if tjetër. Tani me këtë opsionin -r testojmë nëse ky skedari është i lexueshëm, readable. Then fi e mbyllim ifin. Echo file is readable. Është e njëjta gjë, si komanda test, si kjo, vetëm se këtu po përdorim këtë opsionin -r që teston nëse një skedar është i lexueshëm, ka atë permission readable, që është i lexueshëm. Tani shikojmë një mënyrë tjetër testimi. -w file, pa if, kjo është pa if. Faktikisht është e ngjashme me një if, po është më koncize. Domethënë mund ta bësh me një rresht, jo me 3 rreshta siç po i bëjmë ne këto. Echo file is writable. Pra, kjo është e ngjashme si një if. Nëse kjo është e vërtet, atëherë bëj këtë. Dhe kjo është më koncize kur kemi vetëm një komandë që duhet bërë. Në vend të shkruajmë 3 rreshta, if komanda edhe pastaj e mbyllim ifin me fi, e shkruajmë të gjithën në një rresht, është më koncize. Kjo -w teston nëse një skedar ka atë të drejtën w, domethënë është writable. Tani e ngjashme me këtë do përdorim edhe këtë opsionin -x file. Si mendoni, opsioni -x çfarë teston? Është ekzekutueshme. Po, është ekzekutueshme. Vetëm se unë kam vendosur këtë pikçudicën përpara në një vend bosh, gjithmonë në një vend bosh, se po nuk kam vend bosh, atëherë merret si një opsion, kjo, si një argument. Ç'a bën kjo pikçudica? Kjo është not, domethënë if not executable. Domethënë po ta lexojmë në anglisht do themi if not executable. Pra testojmë nëse skedari file nuk është i ekzekutueshëm. Dhe tani në vend të këtyre
and po përdorim këto operatorin or. Echo file is executable. Executable or searchable. Tani pse e bëj executable or searchable? Sepse opsioni X, ajo permission X për skedaret ka kuptimin i ekzekutueshëm. Për direktorit ka kuptimin që mund të kërkohet. Domethënë mund të shkojmë brenda asaj direktorie. Pra, nëse një direktori ka atë të drejtën X, kjo ka kuptimin që ne mund të shkojmë brenda asaj direktorie. Prandaj e bëjmë këtë, sepse mund të jetë skedar, kjo që themi në file, po mund të jetë direktori. Nëse është skedar, atëherë e drejta X ka kuptimin executable. Nëse është direktori, nëse kjo file është direktori, atëherë e drejta X ka kuptimin searchable, që mund të kërkojmë në këtë direktori. Mund të shkojmë me CD në atë direktori. Tani, ndryshimi midis kësaj and edhe kësaj or është që ky operatori and kërkon që të dy anët jenë të vërteta. Që gjithë shpreha logjike të jetë e vërtetë. Kështu që nëse kjo del false, nëse ana e maj del false, atëherë ajo se bën fare, nuk e ekzekuton fare anën e djathtë. Vetëm sepse dihet që gjithë shpreha do jetë false. Po që kjo false, nuk ka rëndësi se çfarë është ana e djathtë. Mund të jetë true, mund të jetë false, rezultati do jetë prapë false. Kështu që nuk e bën fare këtë echo, nëse ky test dështon. Por, nëse ky test del me sukses, atëherë ajo bën edhe anën e djathtë, që është një echo, dhe nxjerr këtë mesazhin. Tani, ndryshimi me këtë or është që or mjafton që njëra nga anët të jetë e vërtetë, që e gjithë shpreha të jetë e vërtetë. Kështu që po që e vërtet kjo ana e majt, atëherë e gjithë shpreha është e vërtet, ajo nuk e bën fare anën e djathtë. Po nuk që e vërtet ana e majt, atëherë do ta provoj edhe anën e djathtë, se ndoshta del ajo e vërtet. Prandaj i keni vënë edhe këtë operatorin not këtu përpara. Pra, nëse nuk e ka opsionin X, nëse kjo dështon, nëse ky test dështon, nuk e ka opsionin X, që të dështoj ky, do të thënë që e ka atë opsionin X. Pra, kur e ka opsionin X, bëhet edhe kjo. Pra, janë dy mënyra të ndryshme kjo dhe kjo që mund të përdoren sipas rastit, po që thjesht i bëm të dyja për t'i provuar. Tani i bëjmë një Ctrl C dhe Ctrl X. Ctrl C për të dalë. Tani e testojmë test file pikësha. Nëse nuk japim asnjë argument, atëherë ajo thread funksioni usage të thotë që ky script përdoret në këtë mënyrë. Emri i scriptit edhe një path. Path është domethënë një direktori ose një skedar. Pra where path is a file or a directory. Pra duhet që t'i japim një skedar. Tani po e provojmë me këtë skedarin /rc, që e dim që ekziston në direktorin tonë home. Pra kjo është direktoria home dhe e dim që e kemi këtë skedarin /rc. Atëherë kjo bën disa if të ndryshme. Pra bën if disa herë dhe teston gjëra të ndryshme. Dhe na jep mesazhe të ndryshme sipas rastit. /rc is a regular file, /rc is readable, /rc is writable. Ne mund të shikojmë këto opsionet e /rc që të verifikojmë që skripti punon në rregull. LSL, atëherë të drejtat që teston ajo janë këto të drejtat e zotrusit ose e të zotit të këtij skedari. I zoti i këtij skedari ka të drejtën read, write edhe jo execute. Kështu që kjo thotë is readable, is writable. Edhe është një skedar, nuk është një direktori. Sepse kemi një if që kontrollon nëse është një skedar. Kemi e testuam? Okej.
Tani e thrasim e testojmë me një funksion tjetër, me një argument tjetër. Për shembull .ssh. Do të thënë në direktorinë home kemi këtë direktorinë .ssh. E thrasim, tani kjo thotë që është direktori, është readable, është writable, është executable, searchable. Le ta kontrollojmë nëse është vërtet kështu, lsl faktikisht po e bëjmë lsld. Sepse nëse e bëjmë pa opsionin d, kjo na liston përmbajtjen e kësaj direktorie. Nëse i shtojmë edhe këtë opsionin -d, atëherë na liston vetë direktorinë. Edhe shikojmë që të drejtat që ka i zoti i kësaj direktorie janë read, write, execute. E para njëherë është direktori, kështu që ky mesazh këtu është i saktë. E dyta është readable, është writable, është executable. Pra i ka të tre të drejtat. Le ta testojmë me të direktorinë Okej, provojmë ja. Does not exist. Po, sepse nuk kemi skedar ose direktori root brenda direktorisë tonë home. Kështu që po të bëjmë ls këtu ose ls root thot në such file or directory. Kështu që ose po të bëjmë ls ta bëjmë tamam siç e testojmë atje, në such file or directory. Pra nuk kemi ndonjë direktori ose ndonjë skedar të tillë. Tani, qa skedari kemi ne këtu? Kemi këtë skedarin test int. Po e provojmë me këtë. Jenë që me vënes, po do në ndikësh pak. Atëre, po e thrasim pra këtë test file, duke i dhenë këtë test int.sh si argument. Atëre, ajo do testoj ato atributet e këtij skedari. Është një skedar, nuk është direktori. Është readable, është writable, është executable, searchable. I shikojmë edhe një herë, domethënë për t'i verifikuar me lsl. Po, është read, write, execute, në rregull. Urdhë? Si ta? Tani, po e provojmë një skedar që nuk ekziston, për shembull foo.txt. Skedari foo.txt does not exist. Po e krijoj të skedarin, touch foo.txt. Tani ekziston dhe po e testoj prap. Tani thotë është regular file, është readable, është writable. Po e shih këtë foo.txt sepse e krijova sa për test. Tani do krijojmë një program tjetër ose një skript tjetër, i cili përdor këtë fjalën case ose atë instruksioni case. Instruksioni case është si if then, domethënë është si disa if else. Atëre shkruajmë micro case.sh. Po përdorim editorin micro case.sh. Tani mund të na ndjekësh Daniel. Po jo me një dorë, mund do të na ndjekësh me dy dorë. Micro case.sh. Po bëjmë të rreshtën e parë që është gjithmonë bin bash, /bin/bash. Tani ky është instruksioni case. Nuk e di nëse e keni në Python nuk ka case, nuk e apo ka. Në C++, po këta nuk se s'kan bërë C++, edhe Java nuk ka këtë. Okej, s'ka rëndësi, kuptohet qëllimi i tij edhe si përdoret. Është shumë i thjeshtë. Atëre do bëj të $1 në thonjza, mund të jetë edhe në thonjza, mund mos jetë, case in. Tani shtyp enter. Lë 4 vende bosh, edhe po bëj këtë ose tab ose 4 vende bosh. Alfa
Tani shkoj në fund të kësaj dhe i vendos një klap. I vendos një klap dhe shtyp enter. Lë prap 4 vende bosh dhe bëj echo. It is a single alphabetic character. A single alphabetic character. Dhe pastaj këtu bëj dy pikpresje, njëra pas tjetrës, shtyp enter, vi këtu në drejtim me këtë alfa dhe bëj një rast tjetër. ABC në klapa katrore 09 nga 0 në 9 i vendos një klap në fund. Sepse kjo case do të thonë shqyrton rastet ndryshme. Nëse ky dollar-njeshi përputhet me këtë rast, atëherë bën këtë gjë, deri te 2 pika. Nëse përputhet me këtë rast, atëherë do bëj një gjë tjetër, që është echo. It is A, B, or C, followed by a digit. Followed by a digit. Dhe me këtë impresjen ndryshe, mbyllet ky rast edhe hapet rasti tjetër për tu testuar ose për tu shqyrtuar. Tani po vendos këto 3 pikpyetje dhe në fund vendos të klapën, që tregon që është fundi i kësaj pjesës që përpiqemi të kapim ose të puthim. Echo. It is 3 character 3 characters long. Po e mbyllim me pikpresje ndryshe. Pastaj rasti tjetër. Po e bëjmë yll pik txt. Echo. It is a word ending in pik txt. Shkoj në fund, e mbyll këtë rast me pikpresje ndryshe dhe rasti i fundit është yll, i cili përputhet me çdo gjë. Çdo gjë që ka ngelur. Echo. It is something else. E mbyllim edhe këtë me pikpresje ndryshe dhe në fund këtë case-in e mbyllim me esakt, që është case për shpratje, siç ishte if që mbyllej me fi, edhe kjo fillon me case edhe mbyllet me esakt. Është si puna e klapave që janë kështu simetrike me njëra tjetrën. Shumë klapa hapse është simetrike me klapën mbyllëse. Edhe kjo case esakt ose if fi. Në disa raste përdoret do done, në disa raste përdoret kjo lloj sintakse. Nuk ka ndonjë gjë të çuditshme. Tani po e shpjegoj pak para se ta testojmë. Tani ky instruksioni case merr një argument. Tashi argumenti që po merr këtu faktikisht është argumenti i parë që i kalohet skriptit, sepse dollar-njeshi është argumenti i parë që i jepet skriptit. Dhe përpiqet që të bëj match ose ta përputh me këto raste të ndryshme. Ky është rasti i parë, rasti i dytë, rasti i tretë, rasti i katërt edhe rasti i fundit. Tani, nëse përputhet me një nga këto raste, atëherë ekzekuton instruksionet që ndodhen poshtë këtij rasti deri te kjo pikpresja ndryshe. Edhe mbaron. Mund të përputhet me disa raste, po ai të parin që përputhet, ato instruksione ekzekuton. Edhe nuk kontrollon më poshtë. Nëse përputhet me rastin e parë,
ekzekuton këtë ekon këtu edhe mbyllet. Nuk e teston rastin e dytë, rastin e tretë e kështu me radhë. Tani tek rasti i parë kemi një klasë karakteresh, e cila është faktikisht alfanumerike, janë shkronjat e alfabetit. Dhe meqense e kemi vënë në këto klapa katrore, do të thonë që është njëra nga këto. Do të thonë mund të jetë secila nga shkronjat e alfabetit. Prandaj dhe mesazhi këtu është it is a single alphabetic character. Pra, kjo këtu përputet me një shkronjë të vetme. Me një shkronjë. Pse me një shkronjë? Sepse kemi këto dy klapat e jashtme që si në rastin e shprehjeve të rregullta, do të thonë që vetëm njëra nga ato që ndodhet brenda klapave katrore përputet. Pra, kjo shprehje këtu përputet me një shkronjë të vetme, shkronjë alfabetit. Tani, rasti i dytë, kjo këtu përputet ose me A, ose me B, ose me C, që janë këto dy klapat katrore. Pra, ose A, ose B, ose C. Kjo këtu përputet ose me 0, ose me 1, ose me 2, ose me 3, deri tek 9. Pra, prandaj është dhe mesazhi it is A, B or C followed by a digit. Pra, nëse dollar njëshi përputet me këtë shprehje, i bie që të jetë njëra nga këto shkronja e pasuar nga një shifër, për shembull A3 ose B7 ose C0. Tani, këto tre pikpyetje, secila pikpyetje zë vendin e një shkronje, pra përputet me një shkronjë. Është si kur bëjmë LS, për shembull, LS tre pikpyetje, atë ajo na shfaq të gjitha skedaret që përkëhen prej tre shkronjave. Edhe këtu, it is three characters long. Pra pikpyetja përputet me një karakter, çfarë do lloj karakteri. Ylli përputet me çfarë do lloj karakteresh. Prandaj, nëse kemi këtë shprehje yll.txt, it is a word ending in .txt. Dhe rasti i fundit, ky ylli këtu përputet me çdo gjë. Nëse një gjë që japim ne këtu përputet me këtë, detyrimisht do përputet me këtë. Pra kjo si else, si rasti else. Edhe këtu themi it is something else, pra është diçka tjetër. I bëjmë Ctrl S për ta ruajtur, edhe Ctrl Q për të dalë nga editori. Tani e bëjmë të ekzekutueshme këtë. E bëjmë të ekzekutueshme change mode plus x case.sh dhe e testojmë me disa raste. Për shembull case.sh x, it is a single alphabetic character. Pra përputet me rastin e parë. Përputet me rastin e parë edhe nxjerr mesazhin it is a single alphabetic character. Ju bëni gjë? Tu do na ndullim me testat. Për të marrë tekst, duhet me testat. Ctrl S, Ctrl Q, tani e provojmë me diçka tjetër. E nxjerrim prapë me shikjetën lart, e provojmë me B2. It is A, B ose C e pasuar nga një shifër. E provojmë me foo.txt. Foo.txt. It is the word ending in .txt. Nëse ju del në një gabim, gjatë këtyre testeve, më thoni që ta shikojmë bashkë, ta korrigjojmë. Sepse do të ketë një gabim ai programi që më lë. E provojmë me x, y, z, për shembull, x, y, z. It is three characters long. E provojmë me AB. It is something else. Pra, nuk përputet as me rastin e parë, as me rastin e dytë, as me rastin e tretë, edhe vetëm me atë yllin nuk përputet. Ja, po ta shqyrtojmë të rastin AB. Po e hap programin. AB, shkronja A përputet me këtë. Po faktikisht ajo ka dhe bën. Kështu që nuk përputet me këtë shprehje, sepse kjo shprehje përputet vetëm me një karakter, vetëm me një shkronjë. Tani, normalisht me këtë nuk përputet, sepse kjo do të jetë një A ose B ose C dhe shkronja e dytë do të jetë një shifër.
As me këtë nuk përputhet, sepse kjo kërkon që t'jenë 3 shkronja, ose 3 karaktere, ndërkohë që AB ka vetëm 2 karaktere. As me këtë nuk përputhet, sepse nuk ka pikë të xt në fund, AB nuk ka pikë të xt në fund, kështu që ngelet që përputhet me këtë, që kjo përputhet me çdo gjë. Faktikisht ylli përputhet me çdo gjë, është si rasti final, edhe del mesazhi it is something else. Control Q. Ju funksionon gjitha këto teste? Nuk ka ndonjë problem. Okej. Tani do fillojmë një skript tjetër ose një program tjetër që quhet menu.sh. Dhe kjo menuja do na jap disa opsione në ekran që të zgjedhim për shembull A ose B ose C dhe kur shtypim A do bëj një gjë, kur shtypim B do bëj një gjë tjetër e kështu me radhë. Atëherë po fillojmë mikro menu.sh. Fillojmë me bin bashk. Dhe po bëj një koment. Në menu driven system information. Pra në qëse vendos këtë thurje, përpara një reshti ose përpara një gjë, ajo që vjen brapa thurjes është koment, nuk merret si pjesë e programit, nuk interpretohet. Atëherë, fillimisht po shfaq një menu. Cut. End of file. Po e vendos dhe këtu underscore, se nuk ka problem, mund të përdor çfarë do gjë aty, po e mbyll këtu me end of file edhe underscore dhe po vi këtu në mes. Tani po shkruaj se çfarë do shfaqet. Lë një rresht bosh, A display system information. Display system information. Opsioni B është display disk space utilization. Display disk space utilization. Opsioni C është display home space utilization. Dhe opsioni Q është quit, për të dalë nga programi. Ctrl C. E bën të? Avash avash. Pra për shfaqim një menu aty, po lë edhe një rresht bosh përpara end of file, domethënë mbas qes po lë edhe një rresht bosh. I bëjmë Ctrl C edhe Ctrl Q. Daniel, ti jenë qikë mbrava, po pashu na ndihë. Vetëm na ndihë kështu. Atëre, Ctrl Q e bëjmë të ekzekutueshme. Change mode to 6. Dhe pas se që do bëjmë do të testojmë. Menu Q. Ajo shfaq vetëm këto 4 rreshtat, ose 5-6 rreshtat, bashkë me rreshtat bosh. Sepse kaq e kemi bërë programin. Vazhdojmë të editojmë me mikro. Tani, këtë pjesën që shfaq menun, do ta fus brenda një funksioni. Dhe do të ras atë funksionin. Pra, këtu do shkruaj një funksion që quhet display menu. Display menu. Hap funksionin me
klap të lakuar, e fshik të klapën mbyllëse dhe shkoj e vendos në fund. E vendos klapën mbyllëse në fund. Tani, po të dua këtë kap mund ta zhvendos pak në kështu, po këto tjerat nuk mund të zhvendosen. Të dua që të shfaq aty në krye të rreshtit, në fillim të rreshtit. Dhe i bëj control save. Tani, pasi e kam përkufizuar të funksionin display menu, po e thras këtu poshtë. Display menu. Control S. Në rregull. Të bërë insert. Ja ke bërë insert. E ke shpjeguar gabimisht. Insert. Tani, tire funksionin display menu aty poshtë. Tani, kur e trasin funksionin, e trasin pa klapa. Do të vetëm emrin e funksionit. Po. E bëm se dalim nga programi dhe e provojmë. Thjesht do të bëjmë njëjtën gjë si më përpara, vetëm se ne e kemi futur për ta organizuar në një programin e kemi futur në një funksion. Vazhdojmë editimin. Tani, pas kësaj display menu, unë dua të lexoj diçka nga tastiera. Unë dua të lexoj A, B, C ose Q nga tastiera. Kështu që për të lexuar një gjë nga tastiera, përdor këtë komandën read, që e kemi përdorur edhe më përpara, duke përdorur këtë si prompt, duke përdorur një prompt. Enter selection. Enter selection. Domethënë bëj zgjedhjen tënde. Dhe këtu në klapa katore po vendos A, presje B, presje C, or ose Q. Po vendos dhe një shenjë e madhe dhe një vend bosh mbrapa promptit. Dhe këtu po bëj echo reply. Edhe do ta shikojmë se çfarë është kjo reply. Po i bëj control save. Tani, kjo komanda read zakonisht ne i themi këtu në fund edhe se ku do ta ruaj atë gjë që do lexoj. Po nëse nuk i themi se ku do ta ruaj, ajo vetë tiu e ruan te ndryshorja reply. Prandaj këtu kam bërë echo reply për të parë se çfarë zgjedhje ka bërë përdoruesi. Dakor? Control Q e testoj, tani më thot enter selection A, B, C ose Q. Po shtyp A e madhe, e provoj edhe një herë programin, po shtyp B e vogël, e provoj edhe një herë, po shtyp një gjykot, ajo vetëm shfaq atë gjë që unë kam shtypur. Domethënë e lexon në rit, e fut tek ndryshorja reply dhe ne i bëjmë echo ndryshorës reply, vlerës së saj. Kjo nuk... Po, ja ta shikojmë. Do që ta bëjtë ekzekutush, change mode. Change mode. Në këtë shkojnë të opcionin X, që e këtë ekzekutushme, dhe tani... Ju përrejnë qëtë? Në regu. Tani, që do bëjmë me këtë reply? Me këtë reply do të bëjmë diçka, pra kur është aja, do të bëjmë diçka. Në qoftë se është shtypur B, do bëjmë gjë tjetër, e kështu me radhë. Dhe për të bërë këtë gjë, do përdorim atë instruksionin case, që sapo mësuam. Në qoftë se përputhet me këtë, bëj këtë, në qoftë se përputhet me këtë, bëj këtë. Vetëm se do ta bëjmë në një funksion tjetër. Siç kemi këtë funksionin display menu, ku jemi këtu.
Do bëjmë një funksion tjetër, process selection. Process selection, upclass, buildclass, upclass të lakuar dhe këtu. Tu tani bëj local selection me vlerën $1. Kjo $1 është argumenti i parë që i jepet funksionit selection, kur thirret. Dhe ne këtë po erojmë të ndryshoja lokale selection. Tu tani bëj case selection in. Edhe kaloj tek pjeshti tjetër, 1, 2, 3, 4, që ose që e madhe, echo me opsionin E, program terminated. Program terminated. Dhe i vë dhe këtë /n në fund që bën edhe një new line. Kjo opsioni E është që kjo të njihet si new line extended, që /n të njihet si new line. Mbasi bëra këtë, e mbyll programin me exit. E mbyll skriptin me exit dhe këtë rast e mbyll me dopjo pikpresje. Pastaj, nëse ka shtypur A, unë po i marr të dyja rastet, edhe kur është A e vogël, edhe po të shtyp A të vogël, edhe po të shtyp A të madhe. Kjo vija pingule është ose, domethënë ose kjo ose kjo. Pra, që ta marrim parasysh që mund të shtyp edhe A të vogël. Qa do bëj kur shtypet A e vogël? Fillimisht po nxjerr mesazhin echo A pick system information. Po vë një /n në fund, që të nxjerrë një rresht të ri, dhe po e lëm e kaq për momentin, vetëm po shfaq se çfarë ka zgjedhur. Pastaj do përdor disa komanda aty që të nxjerrë këtë informacionin e sistemit. Po thjesht po e bëj si template. B ose D, echo, thjesht po shfaq atë zgjedhjen që ka bërë. B pick disk space utilization. Po vë dhe një fundreshti dhe e mbyll rastin me dopje pikpresje. C ose C e madhe, plot, echo, E, C, font space utilization. Edhe një new line në fund. E mbyll rastin me dopje pikpresje. Dhe pastaj kemi rastin e përgjithshëm, nëse është një gjë tjetër. Echo invalid entry selection. Mund ta vë në thonjza tek këtë, ku e fshi të dytën dhe vendos valid entry selection. E mbyll rastin me pikpresje dyshe dhe në fund e mbyll kesin me estak. U bën çik i gjatë ky funksioni, po kjo mirë është që jep në të njëjtin drejtim case estak, apo në të njëjtin drejtim.
Tani që e përkufizuam këtë funksionin process selection, do ta thras këtu poshtë process selection dhe i kaloj si argument këtë reply. Dhe këtë echo reply ose e bëj koment ose e fshi fare. Këtë echo reply. Pra thras këtë funksionin process selection që përkufizova më lart, duke i kaluar si argument reply që ka lexuar kjo komanda read. Kjo pastaj çfarë bën? Argumentin e parë që i jepet e ruan tek mbyllëshorja selection dhe pastaj bazuar tek mbyllëshorja selection bën një rast pas rast. Nëse selection përputet me këtë, bëj këtë, nëse përputet me këtë, bëj këtë, e kështu me radhë. I bëjmë save, Ctrl S, Ctrl Q, dalin. E testojmë, po e provojmë me A të vogël. Vazhdo. Ku ke ngelur? A të ngelur? Ku ke ngelur? Atë komentojmë. Edhe frasin funksionin process selection, dhe i dojnë si argument dëshorën të reply. Ose komentojnë, ose fshin fare. Si të duan, bëjmë save, Ctrl S, edhe Ctrl Q. Underscore selection. Reply. Selection. Ke bën një typo. Ok, Ctrl S. Testoj. Jepi për shembull A e vogël, B e madhe e kështu me radhë. Process selection, we are going to revise the argument. Reply. Just reply. Set the operation. Every comanda read is not the zakonisht e janë një variabël që nuk mund që atë që lexon apo si variabël. Në këtë rast nuk i kemi dhënë. Nuk japim një variabël, ajo do të dëshojë reply. Ka këtu ne kemi atë që lexojmë me tastiera, pasi shfaqjen e numër. Shfaqjen e numër, lexojmë një nga tastiera, dhe bazuar në këtë që lexojmë, ne kemi një mesazh. Tani këtë e kam të bëjmë koment. Ctrl Q, edhe e provojmë. Ja ta provoj edhe unë, Ctrl Q. Nëse shtyp B e vogël, në nxjerr këtë mesazhin. E provoj prapë. Nëse shtyp A e madhe, prapë funksionon. Nëse shtyp Q, program terminated. Nëse shtyp një gjë tjetër, për shembull M, për shembull, invalid entry. Pra çdo lloj gjë tjetër, ajo thotë invalid entry. Okej? Tani hapim prapë programin dhe shkojmë në fund. Tani duam që kjo gjë të përsëritet disa herë, derisa ne të japim që, domethënë të shfaqet menuja, të bëjmë një zgjedhje, pastaj
të bëj diçka jo bazuar në atë zgjedhjen tonë dhe pastaj të shfaqet prapë menuja, të përsëritet. Atëherë si do ta bëjmë këtë? Do ta bëjmë me një cikël for. Kemi parë edhe një rast të ngjashëm më përpara, ose cikël while, while true, pikpresje do. Tani shkoj në fund edhe mbyll me done. I selektoj këto 4-5 rreshta edhe shtyp tab që t'i fus brenda while-it. Dakor? Vazhdo atë, të presim. Këtu Bas kësaj process selection, po bëj edhe një read, po bëj këto instruksionin read me prompt, dhe prompti është press enter to continue. Press enter to continue. Ctrl C. E bëm gjithën? Yes. Dhe kush e ka bërë, do të bëm Ctrl C dhe del, edhe e teston. Artë të bëjmë Ctrl C dhe testoj. Press enter to continue. Tani e testojmë, jep një A, system information, press enter to continue. Shtyp enter, vazhdon cikli përsëritet, meqense kemi while true përsëritet pafundësisht. Enter selection, po jep të bëje madhe, this space utilization, press enter to continue. Shtyp që, kur shtyp që, atëherë kemi program terminated dhe mbaron. Aty mbaron programi, sepse shtypim exit, pavarësisht nga që while ishi pa mbarueshëm, që s'mbaron asnjëherë, kur bëjmë instruksionin exit, mbyllet komplet programi. Me komandën exit mbyllet komplet programi. Pra kemi këtë menu që përsëritet. Tani mund t'i bëjmë një përmirësim kësaj menus, po të shkojmë tek funksioni display menu, mund të shkruajmë të komandën clear. Para se të shfaqim menun, bëjmë komandën clear, e cila çfarë bën? Fshin ekranin dhe pastaj bën menun. Ky është një përmirësim që mund të bëjmë, i bëjmë Ctrl Save, pastaj mund të shkojmë edhe tek aty tek while, shkojmë edhe tek while në fund dhe përpara kësaj process selection, bëjmë edhe një echo që të dalë një vend bosh përpara kësaj. Bëjmë një echo që të dalë një vend bosh dhe bëjmë edhe një echo mbas process selection. Thjesht përmirësim nga pamja e jashtme. Edhe kjo do shfaq një rresh bosh. Edhe i bëjmë një save, Ctrl C. Po, bëj Ctrl C, Ctrl C dhe testoj. Ctrl C e testojmë. Tani, ajo komanda clear bën që të pastrohet ekrani dhe menuja të dalin në krye. Enter selection, shtyp A, system information, press enter to continue. Shtyp B, this space utilization, press enter to continue, shtyp enter. Shtyp C, home space utilization, press enter to continue. Dhe shtyp Q, program terminated. Tani do t'i bëjmë edhe një përmirësim tjetër të vogël të programit. Këtë ciklin
while true e kështu me radhë, do ta fusim në një funksion, që do ta quajmë funksioni main, edhe pastaj do thrasim funksionin main. Atëherë po shkoj këtu main, hap klap, mbyll klap, pastaj hap klapin e lakuar, e fshik të klapën e dytë dhe shkoj në fund e mbyll klapën dhe i selektoj me mouse të rreshtat dhe shtyp një tab që t'i fus brenda funksionit. Pastaj në fund thras funksionin main në këtë mënyrë. Main dollar. Po, e selekton rreshtat dhe shtyp tab. Që t'i fus pak më brenda, një tab. Tani, këtu kemi përkufizuar funksionin main, këtu po e thrasim main, duke i kaluar si argumentat, gjithë argumentat që jepen nga vija e komandë. Faktikisht nuk ka asnjë argument që jepen nga vija e komandë, po në përgjithësi kështu bëhet. Nëse bëj një funksion main, kur e thrasim për funksionin main, i kalojmë gjithë argumentat që mund të jepen programi. Kjo dollar edhe @sign ka kuptimin që të gjitha argumentat. Këtu po vendos në një koment call main. Tani, control save. Tani, zakonisht këtë funksioni main nuk ka rëndësi. Funksionet nuk ka rëndësi se ku përkufizohen. Mund ta përkufizosh në fillim, mund ta përkufizosh në fund, nuk ka rëndësi. Mjafton që kur ta thrasim këtu, ai të jetë i përkufizuar tashmë. Por ne mund ta vendosim në krye këtë. Atëherë e selektoj gjithë funksionin main me mouse dhe shtyp Ctrl X. Ctrl X është cut. Pastaj shkoj në fillim të skedarit edhe këtu bëj Ctrl V, që është paste. Ctrl V është paste. Provojeni këtë. Selektojeni gjithë funksionin me mouse, Ctrl X cut, pastaj Ctrl V është paste. Dërja e për. Okej. Ctrl X. Okej. Tani ka është Ctrl X. Okej, se e provojmë prapë, sepse gjithmonë sa që bëjmë ndryshime të vogla dhe i provojmë, që ta shikojmë që gjithmonë programi është duke punuar. Ctrl S, Ctrl Q, e provojmë prapë, po më duket se funksionon, po. Tani, e hapim dhe do t'i bëjmë ato ndryshimet përfundimtare. Dhe tani i kemi bërë si skelet, se ajo thot display system information, por nuk shfaq asnjë, faktikisht. Kështu që tani do ta modifikojmë programin që të shfaqë edhe atë system information që thot. Pra, pasi shfaqim këtë mesazhin echo system information, këtu do të thrasim edhe këtë komandën echo hostname 2 pika hostname. Kjo ndryshorja hostname është një ndryshorje mjedisi që mban atë emrin e kompjuterit ku po punojmë dhe shfaqim këtë hostname. Tani thrasim edhe komandën uptime. Komanda uptime shfaq disa informacione rreth sistemit. Edhe do t'i shikojmë ne se çfarë janë këto, do t'i testojmë. Tani në rastin B, kur kemi this space utilization, thrasim komandën df -h pik. Dhe kur kemi këtë home space utilization, përdorim komandën disk usage -sh home. Edhe kjo ndryshorja home është një ndryshorje mjedisi që mban home direktorit të përdoruesit. I bëjmë Ctrl save. I bëjmë Ctrl Q, e bëm gjithë, edhe e testojmë.
Tani, nëse shtyp A, System Information, më jep hostname, në rastin tim hostname është UniVL. Tani, ajo uptime, komanda uptime nxjerr të rreshtin me informacion. Që çfarë tregon kjo? Një përdorues load average tregon disa informacione rreth sistemit. Shtyp enter, shtyp opsionin B. Zgjedh opsionin B. Tani kjo është komanda df-h. Ja po të hap një tab tjetër unë këtu, një tab. df-h pik më shfaq këtë informacion që disku është montuar tek dev.da2, madhësia e diskut është kaq është në përdorim, kaq është e lirë, përdorimi është 9%. Është i njëjti informacion që shfaqet këtu. Shtyp enter të continue, shtyp C për opsionin e 8, display on space utilization. On space utilization është 5.2 giga për direktorin time, sepse komanda që kam përdorur është disk usage, hs, ose sh ose hs. Janë të dyja opsionet, nuk ka rëndësi renditja e tyre. Mund të jap -h -c ose -s -h ose mund t'i bashkoj të dyja, -hs -sh. Domethënë nuk ka rëndësi renditja e tyre. Dhe home. Home është home directory, që është direktoria ku po punoj. Është një ndryshore mjedisi, home është një ndryshore mjedisi që mban direktorinë e këtij përdoruesi. Pra, tani shtyp që dhe dal nga menuja. Pra, bëm këtë programin që shfaq një menu dhe sipas zgjedhjes që bëjmë në menu, shfaq disa informacione rreth sistemit. Edhe me këtë po e mbyllim edhe programimin bashkë edhe kursin.